Të ndershëm, të pranishëm, e lusë Allahun të na kaplon me rahmetin e tij, na mëshiron me rahmetin e tij, na udhëzon me udhëzimin e tij, edhe Allahu të na jep bereqet në dynja dhe në ahiret, na shpërbleft me xhennetul firdaus. Amin. Rruga jon për në xhennet. I përmenëm disa nga elementet e sebepeve që e çojnë njeriu në xhennet dhe fillum prej fjalëve që njeriu e çojnë në xhennet. Për përkujtim, thamë se tauhidi, besimi në Zot, duke dëshmuar me gojë, e çon njeriu në xhennet dhe nuk ka xhennet për ai që nuk e thot shahadetin. Allahu ka garantu, pejgamberi alayhis salam ka garantu, kush e thot shahadetin kur del nga dynjaja, më kon fjala e fundit, falahul janna, Allah ja ka dhënë nasip atij xhennetin. Ai që ka merr abdes, për çka? Për mu pastru. Edhe vjen i fal 2 rekate namaz, pejgamberi alayhis salam na pas ka premtu xhennet. Ai i cili e ndëgjon ezanin edhe e përcjell muezinin se çka thot deri te hayya ala salah, hayya ala fala, pejgamberi sa na ka garantuar xhennet me përcjell fjalën e kujna e muezinit. Jo, fjalën Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Prandaj njerëzit kanë me hin xhehenem se nuk thonë se Allahu është më i madh. Allahu mu dhe ty nëpërmjet muezinit, edhe atij muezinit dhe neve na mundson 5 herë në ditë mi thon Allahut Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Ai që ka thot Allahu është më i madh, atë që ka thon Bilalin në sakrificën e madhe të e torturua ata, ai tha Allahu Akbar dhe tha ahadun ahad, s'ka tjetër, një është. O vëllezër, Allahu na mbjell këtë shahadet në zemrën tonë, në rrejnën e zemrës dhe në gjuhë dhe në vepra, se kjo është shpëtimi dhe garancioni i xhennetit. Garancion me shahadet me shku në xhennet. Me përmend fjalën e Allahut me shku në xhennet. Me bë dhikr Allahun me shku në xhennet. Me thon Allahu subhanallah wa bihamdihi me shku në xhennet. Me lart madhru Allahun, edhe tham se Allahu nuk e let përjashtum pi xhennetit, ai i cili thot Allahu subhanallah, i lart madhru mjeti Allah, unë ty të madhroj, kërkan tjetër. Kitë njerëzit kur gjosen. Allahu është çka meriton. Wa bihamdihi, o Allah ti meriton falënderim. Vazhdojmë. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka 99 emra. Allahu në Kur'an thot walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah i ka emrat e bukur dhe emrat e mirë dhe cilësitë e mira, fad'u biha dhe thirrë atë. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është ajet tash hadithin, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush thot men hafadhaha dakhala al-janna, kush i mëson emrat e Allahut dhe cilësitë e Allahut. Un kam nevojë për shnet. I tham Allahut ya shafi ishfini, Allahumma anta shafi la shifa illa ant. Nuk ka ilaç përveç se prej teja, o Allah. Un kam nevojë për rrezik, i tham ya Razzaq, Allahumma rzuqni min halalika an haramik. O Allah, jepëm rrezik halal dhe ruajm prej haramit. I tham Allahit në kohën kur kam nevojë më të madhe, se ne kemi nevojë vazhdimisht për Allahun. Allahumma hdini, Allahumma thabbitni ala al-haq. O Allah, forcom. O Allah, se Allah i ka emën Hadi, udhëzues, udhëzimi ndër të Allahit. Për më çu Allahin në xhennet, do të më lut Allahin me këtë emër dhe me këtë cilësi, mi thon Allahit, Allahumma hdini. Në çka thonë në namaz, ihdina as-siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon rrugën tonë. Do të thonë me këto lloje të lutjeve edhe me emra dhe cilësitë e Allahut, thot Muhamedi alayhis salam, kush don me shkon në xhennet, atëherë duhet me thirr Allahun me emra dhe cilësitë e Allahut. Ndajani një detaj. Për shembull, ka tradita të njerëzve që e lutin Zotin me ndonjë shprehje tjetër, nuk ban. Për shembull, ana e tetovës, Allah i shishët, a ban me lut Zotin këtë emër ajo? Përgjigjja jo. Njëti është i mirë, ama Allahi nuk kasht me pas shije se e shishët kuptohet e amal, e njelt, e kuta diun. Në të Allahi nuk e ka quajtur vetveten me këtë cilësi as Muhamedi alayhis salam. Prandaj nuk ban me angjit një cilësi, një atribut Allahut atë çka nuk e ka thonë Allahu dhe pejgamberi. Pa Allahi do të më thonë Zot, Allah, krijues, Rabb, Khalik, furnizues, Gafur, Rahim, Tawwab. Këtë thënë emra të Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ndëron me shumë adhurime. Jena të fol udhëtimi, rrugtimi jon për xhennet. Do ta përsëris
ishmi të shku në Mekë prej Medinës të Resulullahit a.s. Dhe gjatë rrugës, në djathtë dhe majtas, valillahi alhamd, aty ka plakata ka 10 metra të mëdha, reklama. Sikur në gjithë botën që ka reklama. Ama në gjithë botën ka reklama, del një vajzë lakuriq dhe reklamon në një kerë, reklamon në një tesh, në një parfem, rrezillëk i madh. Edhe syni jo të shet. Unë të shku për Mekë dhe ala vazhdon ajo. Në çdo 10 kilometra, në çdo 5 kilometra ka udhkurullah. Përmend në Allahin. Sallu ala nabi, ço salavat me Muhammedin alayhis salam. Do thotë ai shka e ka vënu ata që ti të vozit me kujtu pejgamberin alayhis salam. Me kujtu Allahun. Shive, po kjo është sebeb për më ta rikujtu ty. E po çish mundet njeriu me udhëtu dikon e ki e Shkup, Zagreb, Lublan, a me ki shenjat edhe që ka që kilometra i ki. Edhe ki shenjat të avtobanit, ka duesh me shku. Me bëmës mi përcija dhe ata, që ka bane hup rrugën. Atë rruga jonë është në përmjet qëtinve duave me gjetë rrugën e gjennetit. Nëse që të dua nuk i kiti, s'munësh me shku në gjennet. Shahadet, salavat, dhikër, nama, kritjen i sharete që të qojnë ty në gjennet. Pra na ligjeratën e kemi quajtur rruga jonë për në gjennet. Edhe këto janë adhurime që ty dhe mu du të mëna rikujtu mës me hup udhën, të ka mashtru dynjaja, të ka mashtru postit, të ka mashtru epshit, të ka mashtru lakmia. Drejtojo Allahut, lutë Zotin me emrat e bukur ti. Lutë Allahin me cilësit e tia të mira. Ka njerëzit udhëtime të ndryshëm, plot udhëtime. Shkon në udhëtim, e përmenëm dje, por ka qëllim udhëtimi, udhëtim nefsi, mu knaq me shkundeti. Udhëtim studimi, a më ka dhe udhëtim me shkun qabë, mi thonë Allah të lebejk, Allahume lebejk. E hoxha, ka mundësibe me shkun gjennet? Po, valla ka. Qysh, një djali ri me deve të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ibn Abbas i transmeton këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pa realisht, harra min ba'irihi, edhe ka ra prej devës ka ra në tokë, edhe ka vdek. A më konë me ihram. Tu i thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Merne, pastrone dhe pështjellën e ma çka u koni pështjellët me ihramin. Edhe tha mos jam shel një ftyrën atij. Zakonisht ftyra e xhenazës mshelet. Këti tha mos jam. Tha pse? Tha se ky ka morin gjallë në atë formë që ka ardhur këtu tash. Ka ardhur me 2 ihrama, ihrami është qefim. Ka ardhur në vendin më të shenjtë në Arafat. Mi thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk, pi qashit dynjas, pi qytetit tjetër, pi vendit tjetër. Allahu ja ka bërë rrezik me vdek, me ihram, duke i thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Fa inna Allah yab'athuhu yawm al-qiyamati mulabbiyan. Allahu ka merrin gjallë me atë fjalë çka i ka thonë. E çka do të thonë lebejk, Allahume lebejk? Para mendoj e vdekja atina në atë formë dhe vdekja e dikujna me shishe në dorë. Dhe vdekja e dikujna me shpricë në krah. Dhe vdekja e dikujna i cili është bërë shkak për me vra dhe mu vra. El qatilu wal maqtulu fi an-nar. Ai çka vran dhe vritet në xhehenem. Pse? Se për dynja, se kemi na për din këtë punë. Për epsh, për ego, për kibër, për shejtanllëk që ti në zemrën tonë, ti e ke harruar rrugën e xhenetit, ti ja ke mësuar çetërës rrugë. Prandaj rruga e xhenetit edhe në këtë formë e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, kjo fe nuk ka ndonjë detaj që nuk e ka përfshi edhe me lidh me xhenetin, se këtë jeta jonë është për me shku në xhenet. Namazi xhenet, agjërimi xhenet, haxhi xhenet, respekti i prindërve, krejt është xhenet. Xheneti te kam të nanës, xheneti kështu, xheneti ashtu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është lagje e tregtarëve, apo? A dalmi në pazar? Po, a ka bëna një shenjë për tregtarët me shku diçish në xhenet? Po, në pazar kur të shkojsh, është një lloj lutje që duhet me bën çdo musliman. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkruhet njeriut elf është 1000 herë 1000 bëjnë 1 milion sevape atina i cili dhe 1000 gjunahe i shkruhen atina i cili transmeton Ibn Omeri radiallahu anhu pejgamberit alayhis salam ka thënë ai i cili thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu atina 1 milion sevape ja shkruan dhe 1 milion gjunahe ja fshin.
wa bunja lahu bejten fil gjenne. Dhe thot Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. ka thonë. Dhe i ndërtohet një pallat për pallateve të xhenetit. Pse o vëllezër? Se pazari, tregu, është vend i fitneve, është vend fesati, është vend që ka njerëzit më shumë t'ja harrojnë Allahin në pazar. Është njerëzit që lidhen veç me dynja dhe me numra. Është njerëz që synin se ne kontrollojnë pe haramit. Po më imponohet me thonë. Përpara gratë tona s'kan dalë në çarshi sikur sot që dalin. E kemi haxhin atje. E kemi haxhin këtu. Të na hayya ala salah, hayya ala falah, hajde në shpëtim, hajde në namaz, gratë hajde në çarshi. Ma shumë deshta se të veshta. E të në xhennet me synin me këshyrë haram, pa nevojë. S'po tham me nevojë, pa nevojë. E që kjo lloj duaje, po t'i fshin ka 1 milion gjunahe, po t'i shtoj ka 1 milion sevape, nëse kujdesesh, pashallah, në kush prej neve pregadit, edhe kena mësu këtë dua. Me thonë, cila është kjo? Me thonë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamd, biyadil khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Se ka transmetim pa biyadil khair. Këtu për këtë hadith, këtë tekst, çdo hajër është në dorën e Zotit, jo në dorën teme dhe tonën. Atëherë nëpërmjet kësaj duaje, Allahu Azza wa Jall thot pejgamberi sa bana lahu baytan fil janna, Allah ja bën nasip një prej pallateve të xhenetit. Këtë neve na ka dek dikush, sabri është xhenet, rruga për në xhenet. Jo, është një moment shumë i veçantë, ndëgjoni me vëmendje. Kujna i vdes djali. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa hamidallah, dhe ai ban hamd Allahut. Bunja lahu bejten fil janna, Allah ja ndërton një prej pallateve në xhenet. Çfarë? Pse? Ndërgjën tekstin e hadithit, an ibn Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Transmeton Ebu Musa al-Ash'ari prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, idha mata waladul abdi, nëse vdes djali i robit tem. Njeriu kanë don dynjat më shumë ti. Ne don e vladin. Pse? El mal wal banun zinatul hayati dunya, dhe është fitnë dhe është zinat e vladit. Qala lil malaika idha mata, kur i vdes djali, i thot melaqeve Allahu, a ja murët shpirtin djalit robit tem, nuk thot robit tem, djalit robit tem, thot po ja Rabbel Alamin. Thot, a ja murët frytin e zemrës tatina, thot po ja Rasulullah, po ja Rabbel Alamin, me lachet. E i thojnë, e qysh reagoj aj? Thot, fa hamid Allah, thot, e falendroj Allahun, pastaj, vëstërgja është, ka thonë, inna lillah, wa inna ilaihi rajiun. Pi Allahit jemi, edhe tek Allahu kthehemi. Allahu Azza wa Jall i thot, me lacheve, pregadit në një prej shtëpijave në xhennet me një emër të veçantë. Aja e ka emrin dera, cila? Dera ose xhenneti i njerëzve falendërues në këtë sprovë që Allah e ka sprovu. Allah i na furnizoft me sabër dhe me falendërim. Këshira, edhe ky hadith na tregon neve rrugën për në xhennet, se mos u trishto, nesër ka mundësi më të ndodh kjo. Falendro Allahun, edhe këtë detaj e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A duhet të më çorroditna apo me falendru Allahun? Duhet me falendru Allahun dhe me thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rruga për xhennet shenjat plot, sallu ala nabi, udhkurullah, fal namaz, ket, ban sabër, ban. Një prej shenjave të rrugës për me shku në xhennet, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush vdes, a na ketë kene me vdek, së në mujna me pështu dikush, zengin, fukara, pushtetar, i fort, ketë kene me vdek. Ama kush vdes pa tre cilësi, thot shkon në xhennet. E para, kush vdes duke qenë i pastër, që nuk i ka këto cilësi me vete, ka me shku në xhennet. Thot kryenalti, Allah nuk i ban vend kryenaltave, mutekebirave, kryenaltve, me ndjemdhajve me shku në xhennet. Ai i cili ban shumë masraf, Allah nuk ja ban nasip me shku në xhennet. Dhe treta, ai i cili hi borxh, dhe shkon te Allahi me borxh. Këtu është një detaj, jo borxh për me hangër, borxh luksozi, po hiun me njet mos me kthy kurr. Rasulullah i ka hi borxh.
Prasmorën, gjiksorën e ka lanë te jahudia, edhe ka vdekë se nja ka pagu borxhin, ja ka marrë si garancion prasmorën. Kush? Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama s'ka vdekë borxhli. Tjetër është me hi borxh, se kjo është temë në veti, s'po duhet ndalem. Me hi borxh dhe mos me pas gajle. Ti shka se ki gajle borxhin, Allah nuk ta merr, ka më ta marr shpirtin dhe ti me vdek, me borxh ki me vdek. Ai çka hi me borxh, kam nevojë për ilaçe, për jetë, për ekzistencë, për sen, Allah nuk ta merr shpirtin pa ta bërë rrezik me la borxhin. Allah nuk ta merr shpirtin borxhlijes, unë kom hi borxh për me dhon një provim në shkollë, për me ilaçe, për bukë, për shërim. Allah nuk ta merr shpirtin pa ta bërë rrezik ti me këtë borxhin. Prandaj këtë situatë Allah e përshkruan disa cilësi të xhenetlive dhe po mundona me rrumullaku me disa ajete sot. Thot Zoti në Kur'an, edhe do të vazhdojnë atë ky hadith, se thot pejgamberi alayhis salam, kush vdes duke u kon i pastër prej mendjemadhësisë, nuk është kryenalt. E dyta, nuk është mastravgji, është mesatar. Dhe e treta, nuk është borxhli në ditën e Kiametit. Ai është për njerëzve xhenetli. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i përshkruan: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna." Dhe robët e Allahut që hecin, wa ibadur rahmani alladhina yamshun, na jena tu hec. Hecmi për në xhami, hecmi tikon. Një ditë kanë më na hec për te vorrët edhe pi aty te Rabbul Alamin. Se një hik kësaj prune. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Na Allah s'na ka kriju na për tokë, na për qiell me flaturu, na ka kriju na për tokë me hec. E thot Allahu, burrat mirë që ja kanë mësy xhenetit, janë ata që let hecin në tokë, hecin let, nuk hecin me qallom, me mendje madhësi. Ham kibërli, edhe xhenetli nuk shkon. S'ka mundësi, Allah i s'ta ban rrezik xhenetin me flaturutina për dynja, edhe më kanë i veçantë për i tjerëve. E hecmja jote më kanë e dallum për hecmeve të tjera. Hec me modesti, hec me urtësi, mos hec me cepat e krave në nalt me ngrit. A dini pse? Se rrafsh apet kanë më të shtërin. Ti shka i qënë cepat e krave, mas shumë ti rrafsh, apet kanë më të shtërin rrafsh. Nisoj, një pozit, ndesh zengin, ndesh fukara, ndesh pushtetar, ndesh njeri thjesht, këtë dy me njanë varke në mishtin. S'ka mundësi ndryshe. Ate nëse ja kem sy në gjennet me hi, me pas vorin baqet gjennetit dhe me shku në gjennet, mas hec me kryen alsi. Pse? Se në kanë dalu Allahi dhe në kanë dalu pejgamberi. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. E dyta, na çka hecmi ka xahila në dynjat. Atëherë nuk lejohet që muslimani çka më fshajt, më ofendu, ma çka të poshtron dhe të ofendon ty. S'kim vakt ti me i dhon xhevap negativ. Allah i s'ka kriju keq me fol, s'ka kriju mirë me von. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dhe xhenetli rrugës për në xhenet, ko kanë njerëzit që hecin me modesti, njerëzit që nuk mirën me njerëz ignorant, xahila, edhe muras pravit nudh me ta. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Po ti thua ti selama, edhe njerëzit janë të cilët e falin namazin në mesin e natës. Ato nuk flejnë, ato bëjnë ibadet shumë Allahun Azza wa Jall. E kanë gajnën e xhenetit, alladhina yaquluna rabbana srif 'anna 'adhaba jahannam. Dhe thonë, o Allah, na largon nga zjarmi i xhenemit, inna 'adhaba kana gharama. Se me të vërtet zjarmi i xhenemit është i përhershëm, i dhimbshëm. Ti që ki gajnën me rujt pi zjarmi i xhenemit e lyp mbrojtjen nga zjarmi i xhenemit. Innaha sa'at mustaqarran wa maqama, sa ajo është shumë vend i keq. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Dhe e funit ajeti në këtë pjesë, dhe ata që nuk bajnë masraf, as nuk e teprojnë shumë, ama as nuk e shtrëngojnë dorën shumë, po janë mesatar. Çto burra, çto cilësi që i shkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu në Kur'an, dhe hadithet shumë ta që flasin, na tregojnë shenjat e tona në xhennet, mos jam mësy me shku me kibër. Besimtari që ja ka mësy xhennetit, hec në për tokë me modesti. Allahu në Kur'an e ka përmend. Luqman Hakimi i tha djalit vet, ja bunayya, prej shumë porosive, la tamshi fil ardi marha. O birjem, mos hecti me qallum në për dynja, innaka lan tahriqa al-arda wa lan tablugha al-jibal. Ti nuk mundesh mi çat tokën e as nuk mundesh me ngrit në kodrat më të larta. Ti je njeri thjesht, ka më të blu dynjaja në ditë, ti më shkrin ta.
Amo këtë fjalë rregullisht e përmeni. Cilësia e xhenetlive është mu dallu pi tjerëve apo mu kanë i njëjtë. Cilësia e xhenetlive është me hec me arrogancë, me kerrin tan, me i bë zhurmë njerëzve, me dhon shumë gaz, me qit krahin jashtë, mu kanë qendret vëmendjes apo me hunç krye dhe me këshir punën tënde. Edhe ka shumë temë e gjanësht. Me rëndësi është modestia është pjesë e imanit dhe burrave xhenetlish ka janë. Allah i rrezik na boft, ja Rabbel Alamin. Dhe kundërta nuk ka mundësi me hi ai i cili një grimc të kibrit në zemrën e tij e ka me hi në xhennet, s'ka shans. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna, nuk ka mundësi me hi në xhennet dikush i cili ka dharratan min kibr, në zemrën e tij ka një grimc të kibrit. Amo ti kur mirësh me salavate, me dhikr, me abdes, me namaz, s'ki vak për kibër. S'ki vak mu marr me njerëz tjerë. Ti mirësh me Allahun dhe rudhtimin tanë ki, para mendoj ti je nis për rrugë, edhe gjatë udhëtimit tanë nalesh herë gjatë, herë shmajt, se në rrin destinacion. Këshire punën tonë. Pikësynimi jot, Ramazani tjetë pikësynimi jot xheneti o vëllezër. Kjo është fitoria e madhe. Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Edhe mos ja kthe, mos e shtremon fytyrën tënde me njerëzit, buzëqeshën njerëzve. Allahu për na tregon, pi thot Lukman Hakimi djalit vet, mos i kshir me mrola. Në xhami tu hini kshir me njerëzit shtremt. Ndoshta dikush edhe fol në fjalë të keqe. Ndoshta dikush ban edhe në aks të shëmtuar. Pse? Se ka harru xhenetin. E ka harru porosinë e Allahut dhe të pejgamberit me mia hadithe që flasin lidhje me të. Prandaj, o njeri, çka don me thon ti që ki pushtet, ti që ki e forcë, ti që ki e mall, ti edhe ti një ditë do të dobësosh, edhe ti një ditë do të varfrosh, edhe ti një ditë ki me ra pjesa i karrike, edhe ti ki me bon. Atëherë hec se modestia jote është pjesa më e mirë e imanit tan. O musliman, pash Allahun e madh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kani ka pas shok. Ai ki pas zënginat, hecin veç me zënginat. Njerëz kanë pushtet hecin me njerëz të mëdhaj. Zakonisht veç para zgjedhjeve i marrin ato do fukara, dalin fotografia dhe çashtu. Rasulullah kanë ka pas shok, a dini? Abu Dharr, fukaran më të madh në kohën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas Bilal al-Habashi pi Etiopijës, Salman al-Farisian prej Persijës. Ky zi, ai i bardh, ky gat, ky fukara, ky rob, ky sklav, shok që to i ka bo. E ka rrotullu dynjan me modesti, jo me kibër. Me fjalë të mira, pikësënimi i Resulullahit dhe sahabëve xheneti u kanë. Muadh ibn Jabali ka vetë rrugën për xhenet, na s'kena vak me vetë për xhenet. Prandaj, ky ërnek i Resulullahit që ka rrotullu krit njerëzimin me burra të ndryshëm. Shoqëroj me fukaran, shoqëroj edhe me avamin. Mos u ban ti mendje ma, ti e mëson veç ti se ai s'din hiç, po mësoj atë. Bash ti kur mendon se din ndoshta ai ka një njohuri që ty ta ndriçon rrugën tamam dallashllëkin më të madh që e ki të mëson një plak që ka eksperiencë. Unë mund 100.000 mesele mi pas mësu, ama jeta përvoja haxhijes mund më ndryshu ndoshta një sjellje të mirë. Mos ndalem te kjo pjesë. Prandaj la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharratan min kibr innahu la yahibul mutakabbirin. Ayat, hadith ayat, Allahu nuk i don mendje mëdhajt dhe nuk hin në xhennet kibërlit, po hin njerëzit që janë modest në xhennet. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, dhe kur të folin, plot xahila, dunjaja sa herë ka xahila? Ama o fjala plazhve, jo jemi. Apo mirësh mat të na thon budalla, po mos mirë me budalla. S'ban me himin i parmend me ta. A thojna? Po s'ban me himin i parmend. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? A janë të barabartë ato çka din dhe ato çka nuk din, nuk mundet. Atëherë mos himeni parmend ti me ta, po ti foli fjalë të mirë. Ti sjellu mirë me ta. Ti sjellu modest me ta, se me kelit ishin tegër dhe i folin pejgamberit si ashtu. Me arrogancë, me xahiljetlëk, i qishin coftina Resulullahi në qafë. Ishte Fatimja bia vet, fëmijë e vogël, e jardhke rën Resulullahin me pa në qabe të i qitë coftina dhe të e nënçmu. Gjahila. Edhe ja heke se nja heke coftinat në qafë Resulullahit a.s. Sallallahu alaihi wasallam. Jardhke keq babë, pejgamberi Allahut. Po veç,
krejt që ato shka I qitën, qish përfundun? Dhe qish përfundoj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? S'ka mundësi mësë me dalë fitimtar, ai çka I ka këto, edhe xhenetli. Prandaj Rasulullahi o xhenetli, Ebu Bekri o xhenetli, Omeri o xhenetli. Pse? Se I kanë marrë këto mësime dhe kanë hecë. Prandaj fjala e mirë, ve qulu linnasi husna, triumfoi Islami sepse e mësuan nga Rasulullahi dhe nga fjala e Allahut udhëzimin dhe fjalën e mirë. Falja e namazit natës, walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dhe musliman të mirë rrugën për xhenet janë ata që cilësia e njerëzve të mëdhenj janë që falin namazin natën, nuk rrin kafe natën, sidomos muajin e Ramazanit, po I bajnë ibadet Allahut. Kanu qalilan min al-layli yahjaun. Thot Allah në Kur'an, ata pak kanë flet natën, wa bil ashari hum yastaghfirun. E ditën kanë bërë shumë istighfar. Namaz natën, ditën istighfar, s'ka ka mundësi ndryshe, përveç se çka ka përgatitur Allah për këtë kategori të njerëzve. Xhenet. Atëra falja namazit natës me hadithin e Abdullah ibn Salamit, tadkhulul jannata bi salam, është shkak për me hyrë në xhennet. Edhe istighfari jon është shkak për me hyrë në xhennet. Pastaj përfundon ajeti me radhë I 7 me radhë, friga ndaj madhnisë Allahut. Rabbana srif anna adhab jahannam. Je modest, nuk fol fjalë, ruhesh, nuk je ket, nuk je atë, ama me gjithë këto punë që ka I marrë mina, s'dojnë me thonë që në xhenetli. Po apet, o Allah, në këtë këto I kena bon, po me rahmetin tanë hina në xhennet. O Allah, vesh një lutje kena, runa prej zjarmit të xhehenemit. Rabbana srif anna adhab jahannam, modest, fjalë mirë, namaz natë, istighfar, ibadet natën, ditën prap, apet I thu Allahut, o Allah, ti falëm edhe rujëm nga zjarmi I xhehenemit. Kjo është cilësia e xhenetlijës. Omeri është trishtu, mësosh në listën e munafikëve, o vëllezër. Ai I cili emri I tij nuk shuhet deri në ditën e Kiametit. E ty atëherë unë jam xhenetli, valla unë jam burr I mirë, kum fal 12 rekatate të natës. Edhe e ka garantuar xhenetin. Resulullah hiç kurse nal, sa herë shfal. Ju kanë ai kamt, kur na u kanë ai kamt neve pi namazit. Kur na kemi lutu natën për Allahun ton, janë ditën, natën. Për me shkim zjarmin e xhehenemit me lotët e tua në mesin e natës për gjunahet e tona që I kena. Që si din, veç Allahu dhe ti I din, hajde njerëzit si din. Mi thonë Allah, to Allah falem për këtë haram që e kom bë, këtë mashtrim që e kom bë, këtë zullum që e kom bë. Edhe e funit. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dhe mesataria tash shtu bereqeti, shtu luksozi. Xhenetli masrafxhi nuk shkon. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani dhe pini dhe mos e teproni. Pse? Innahu la yuhibbul musrifin, se Allah nuk I don masrafxhit. Allah I ta ka dhënë këtë mirë, pas ta ka dhënë me përbuz. Allah I të ka dhënë mall, mos e përbuz. Allah I të ka dhënë dituri, mos e përbuz. Allah I të ka dhënë fuqi, mos e përbuz. As ilmin tan, as pasurinë tonë masraf. Çish me masraf? Insiraf është me harxhu, mos e hub kot bosh. Në këtë meselë është masrafi e kena fjalën për harxhimin e dunjas. Me sa më duket e kena përmendur edhe në derset e hershme. Sa iftari shtrohet në trojet tona dhe në botën islame në Allahu plot. Sa dhat dhe sa derdhet. Shumë ma shumë derdhet se sa hat. Sa njerëz vdesin për çka e derdh ti. A nuk të lypa I hak në ditën e Kiametit ti, o musliman, ti e derdhat kafshat, pse nuk më dhajmë? As kene me thonë llogarina? Wa atimu ta'am, jepi pejgamberi alayhis salam ka thonë, ushqim. Ti e ke harru këtë punë dhe ti e gjun në bërllok, dilni kontinjerat, vetni këto të higjienës çka mirën. Sa kamiona vinë ditë me hek bërllokin. Në trojet tona. Në ato në urës se në gjenë këtë masraf, o vëllezër, e gjenë të muslimantë. E të në xhennet edhe masrafxhi nuk shkon. Prandaj Allahu I ka quajtur ata që shpenzojnë shumë janë vëllezërit e shejtanëve. Innal mubadhirina kanu ikhwanu ash-shayatin. Ata masrafxhit janë vëllezërit e shejtanëve, wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. E shejtani I bani e mohoi fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj masrafi është cilësi e shumtuar. Muslimani nuk ban as me shtrengu dorën, se s'ban as me shtrengu. Sadakaja më e mirë është muslimani I cili punon dhe I ushqen familjen e vet, gruan e vet, fëmijën e vet. S'ka sadaka më të mirë. Po me dhon atë sa ka nevojë. Bleja atë çka ka nevojë, mëse bleja atë çka s'ka nevojë. Valla ka me bleu një kërshka se ka kurkush.
Valla ka me ndreq një shtëpi une, mastraf është. Një shtëpi ama kur në katin e dytë s'ka im, podrom flen ti. Edhe musafirët kur vin podrom, mos më ja përlyje ulset në alt. Mos më i përlyj qelimat në alt. Mos më përdor kuzhinën në alt. 15 vjet kuzhinë ka ndreq, kur s'ka ndreq në kuzhinë aty. Ama këtë dynja e din se kuzhinën më të mirë në shkup e ka filani. Shtëpinë më të mirë e ka në filani. Ama në podrom flenaj, edhe në podrom ka me vdek. S'pe tham për nënçmim. Pe tham se ai se ka ndrejsh për mu knaq, e ka ndrejsh për qallëm, e ka blej për qallëm, teshen e blejnë për qallëm. Mu pëlqen që kjo që ta marr. S'është patjetër me pas emën ajo. Brand mu ka. Po, ma kvalitet ma mira. Po nuk ka me çdo kusht, se dikush s'ka hiç. Dikush hiç s'ka. Atër knaqu, me atë çka ta ka caktuar Allahu. Mos ta zgjatemi më shumë. Elusim Allahun e madh që rrugën tonë Allahu ta lehtëson. Ai që kërkon dituri për hir të Allahut. Men salaka tariqa al-ilmi sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna. Kush kërkon dituri të dobishme, fjalën e Allahut dhe të pejgamberit, sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna, Allah ja lehtëson rrugën për xhennet. Allahu na baft nga ata që e mësojmë dinin dhe mësojmë rrugën për në xhennet, e nuk kishirmi plakatat e dallashllokit, po kishirmi plakatën për në xhennet. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dhe nguteni në shpëtimin e Allahut, shpëtim me këtë këto punë që i përmenëm, në të cilin Allahu ka përgatitur xhennet. Allahu na baft rrezik xhennetin. Elusim Allahun e madh, Allahu na ruan nga zjarmi i xhenemit dhe t'ia ban haram zjarmi i xhenemit me djeg trupat ton dhe familjen ton dhe gjithë muslimanët ya rabbel alamin. Për hir të muajit Ramazanit, Allahu na mëshiroft me rahmetin e tij, na falt me falin e tij, na baft nga banorët e xhenetit dhe na baft nasip shefatin e pejgamberit dhe përfundojmë aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.